Të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Edhe sonte jemi bashkë me emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor doktor Shevçet Krasniqi. Përmes linjës telefonike mund të bëni ju pjesë e këtij emisioni në numrin 046 220022 për të pyetje dhe pastaj sigurisht për të marrë përgjigjet apo këshillat e hoxhës së nderuar. Hoxh, selam aleikum, mirë. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirë se gjejmë. Atëherë, pra i presim me pyetjet juaja, ndërkaq ne vazhdojmë me pyetjet me SMS, ku thotë selam aleikum, desha të di se a kam gjuna me mbulu pa lejen e nonës time, sepse nona thotë se jam ende e re. Un kam çep me mbulu, jam 28 vjeçar dhe jam njëkohësisht e martuar. Po ashtu ka dëshirë dhe bashkëtorë jem çone me çitë shamin. 20 sa vjet? 28. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falenderojmë Allahun e madhruar, salavat e selam pejgamberit të bekuar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanët të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj kur vjen i pyetje, kur vjen shprehje në pyetje, urdhri i Zotit e karashitina del urdhri nanës, e babës, e burrit, e gruas, e tjerëve. Apo urdhri i Zotit ndeshet, bie ndesh me kërkesat e robëve, apo në kthejnë të kundërtën, kërkesat e robëve të Zotit e që është më mirë me kthejnë të kundërtën, bin ndesh me kërkesën e Zotit, kërkesat e Zotit. Kanë të mëngu. Allahut ka thonë bëlo. Në surët Nur dhe në surët Ahzab. Ta ka bo farz mbulesën. Vjen nona jote, burret, motra, vllau, baba, ku shefin pun, ku diun, dhe thot më së mbëlla. A do të mëngu une Zotin tam? Apo do të mëngu nanën tam? E cila po më urdhëron me bëjë diçka që më hidhron me Zotin. Ka do të mëngu? Andaj, është mirë robim, i është mirë, për shumë rëndësimi, shtin kry këtë sen me kuptu mirë. Sa herë që kërkesa, urdhri, ndalesa, e robit vije ndesh me urdhrin e Allahut, me urdhresën apo ndalesën e Allahut, gjithë se si përparësi i jepom fjallës të Zotit. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Nëse prindrit bëjnë çmas, apo bëjnë çmas që me të kthyen kufër dhe në shirk, apo me bëu veprat kufrit dhe të shirkut, mësin të gjata, pa thot Allah, mësin të gjata, o sahibhuma fi dunja marufa, ndërsa në çështjet e dunjas ndëgjej respektaj. Çështjet të dunjas respektaj. Pra, thot baba dhe nana, kime shkuë ku ta diun e ku për dunjat ngaj, për din të Zotit nuk të ngaj. Pra ta është rregulli fuqahave dhe krejt ulemave. La ta'ate li makhluqin fi masijetil khaliq. Nuk ka respekt, dëgjshmëri ndaj krijesës përballë me hyngjëna me Allahun. Pra, unë të kom të mik shakjaran, për shambull. E ty teket, me shkoni që shpethojnë tash parti, shpethojnë tash ta trit. Që më bëtë une? Të thuponi me thirëm ka thirë kompania, bam, ka, që ka të burë?
Allah ka burra, ka gra, ka tërsen që me të pa pas hala, ja la ka dhe pi alkoholike, ka muzike, ka faqet zeza, unë më ardhë që aty, po dhe se më kia ranë më se më le vetë për hatër teme, për hatër tënë me hingjena me Zotin, me të ngu ty me hingjena me Zotin. Bën kjo puna, bëna. Po kështu është gruja me burre, me prende, me të gjithë. Andaj ti më të rëmbëllohu, dhe lijet me sile. Po më duket të nëse ke hala bashkëperi me, se ty benanë nuk vetët për këtë punë. Po më bëllohu, vazhdo para hec regjenetit. Atëherë inkuadrojmë telefonatën e radhës, në fakt të parën personte. Selam aleikum. Aleikum selam. Po, Ju përshëndes ty dhe hoxhën. faleminderit. I kam të pyetje me bë. Urdhënoni. Desha me pyet kur e ngrit zaun e njeri, me i bërtit shembull dikona. Dikush me të fol botë, unë më ja kthy me nervoz. A e kam gjëna? Rregull. Pyetja tjetër. Po kuptome? Po. E tjetra, sa bëhen, so po çona diçka me fal, së di. Tjetra pyetje. Por me gjithë. Balë, Edhe ma shumë një sen. pyetje po të mendje për harrova. Po ty bes ka sens po dy ma shumë. Balë i paske. Faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, do të mundi pas Faleminderit. pak përgjigjet. Allah i trujtë e motër. Po thua sabahën nuk pa moj me uzgju me falë. Po me bohe me të qitë dikush të vendi ku që të krytë në seqde, në segjade, në vendi ku falësh. Për çdo ditë në sabah, ka 100, 200, 300 euro. A qëtë rubi? Bo një vete këtë pytje, a qëtë rubi për çdo ditë nëse ja qëtë dikush në konto, apo ja lën të kryt, apo në segjade ku falet që ato, apo në të piku do që falet, ja lën nga 100, 150 euro ma shumë. Po 50 qoftë. A qohesh mu fala nuk qohesh, a pritana nuk pritan, gjykoj vetë vetën tanë dhe para se me të gjyku Allahu. Që ka thonë në mire radiallahu anhu, o ju njerës, o ju njerës, gjykojeni vetë vetën tanë dhe mërën pytje vetë vetën tanë dhe mërën pytje. Mërën pytje vetën tanë dhe lagarit e vetë vetën tanë dhe pse bane këte, pse se bane këte, pse s'pe bane ate, pse pe bane ate, para se të logaritini nga i madhi Allah Azza wa Jall. Nuk po më i më qunë sabah. Më nëshme thonë, diçka gjumë në ranë kam, sahi. Edhe pak më vështërsi qohna, sahi. Por do të mjeku, me ra me heret, më ngi gjumë, me ra me barkë bësh, me bo doa lutje, me lanore me thirë, me të zgjumë, e të tjirë. Por me momente që del gjumi, dohet me dhanë zërë me zgju, o musliman. Sepse vjen një kohë shumë shpejt, shumë shpejt. Pashat madhe në Allah, si nesra. Dhe dënë me zgjuë, pas mundesh me zgju. Ma dis mundesh me thonë la ilaha illallah. Nuk mundesh as me thonë subhanallah. S'mundesh. Sepse të është pezullu kompetenca. Të është marrë mundësia me adhuru Zotin, me boj ibadet, me falendru Allah, fon. E shfrytëzove, çka shfrytëzove. Namazi sabahut. Namazi sabahut. Namazi më i randi për munafik. Namazi sabahut, për të cilën Allahu ka thonë vë Kur'an al-Fajri. Inë Kur'an al-Fajri, kane me shhuda, në komend të këtij ajeti kuranor. I gjenë sahabët e tabihin dhe ulemat e tjerë.
të cilët kanë thënë se fjala është për namazin e sabahut. Dhe fjala Allahut Inni Kur'an al-Fajri kana mashhuda, në namazin e sabahut, namazi i sabahut dëshmohet, kanë thonë, prezentohet, dëshmojnë atë, prezentojnë atë, me laqet e natës dhe me laqet e ditës. Namaz sabahut. La ilaha illallah. A ka robi parasysh? Çka do me thonë me ikni namaz? A ka robi parasysh? Çka do me thonë me dhamë për parësi gjumit? Ndaj fjallës Zotit, ndaj takimit që e ki me Zotit, ndaj urdhërit Zotit. Allahu në përmirësof gjendjen, e ranë është. E ranë kjo, mos me që robi më falë sabahën është e ranë. Është e ranë. Do të mjëtut Zotit. Allahu të letoftë i motër, më qënë sabah, mesele namazën e sabat. Çfarë pyetje tjetër bëni motra? Nëse dikush përgjigjet në formën e butë e ti ja kthe me të fortë pra me apo ngritzane tha. Po Pse motër me ngritzane? Ngritja e zërit nuk është etike, nuk është edukat. Ulja e zërit është edukat. Ngritja e zërit për pas një raste shumë specifike, kur nuk nin dikush, kur ki nevojnë për hap fjallën e Zotit shumë dhe së ndëgjojnë, apo me përhap një hajrë, nuk ndëgjojnë. Ose për shembull, këtu në herë më ti, dhe me dalë të dera, ose me dalë dikon ku të shojnë punëtorët jenë la 1 kilometër. Edhe dhe që kesh me thire, ditë be shiftofet bukat e në tu, kanë punu, për shembull të mjeshtër ose punëtor, a i dhe nëse buka gati. Për ndryshe, ose rastet dhe qanta për ndryshe, ngritja e zërit është nënçmuar, e urrejtur, jo etike, shumicën absolute të rastet. Pra, për pas rastet dhe qanta, sigur se ku ligjeron në gjuma, sigur se kur i man fjalim ushtara para se me hyn luft, dhe rastet veçanta. Pse për të gruja, për që ngrit zone? Po më nërvazojnë tjerë, taj do të më bërtita? Po sa cilësi e mirë është njeriu me pas zonën e ollët, ka dale me full. Mës për ngut, mës për ngrit zërin. Sa levdushme është. Njeriu me pas për i me, me pas për një me. Shumë vetit liga e hik, i largon edhe mërë cilësit mira. Pra përmërse me të vetën e vetë. Amo do të mi pa në herët metat që i ke. Ose mi kuptu vetë, ose mi të spjegu duke për të qaru dikosh, mi të bë me dje që ki të meta. Kje e para është e dyta, mi pranua të meta si të meta, se vërtet janë të meta. Momentin që i pranon, vjen hapi tjetër për pjekja për me ndryshu. Dhe ndryshon njeriu. Njeriu është një krijesë, një qenie sociale, se cilës Allahu ja ka mundësuar ndryshimin. Ndryshon. Prej i shtirë bëhet i butë, prej temperament bëhet i qetë, prej kapraz bëhet bujari gjemërt, prej fregacak bëhet trim, prej ignorant bëhet i dishëm, e kështu më radhë. Kemi telefonat, inkadrojmë, selamu alaikum. Aleikum selam. Po, nëne. Kam pyetje për hoxhën, deshta me pyet te hadithi i pejgamberit alayhis salam ku thotë që fara e zezë është
ilaç për çdo smundje, ka qëllim farën apo vajin? A është e specifikume kjo? Apo s'ka problem cila do prej tyre? Në rregull? Ja, faleminderit. Faleminderit. Përshëndesim. Selam aleikum. فار حبة السوداء دواء لكل داء إلا الهرم. فار عزيز، فار عزيز ty delegatëve. Por me përdor vaj s'ka dërt. Produkti sana është i njëjtë. I njëjtë është. Fara aziz. Allahu e ka bërë ilaç. Subhanallah. Allahu e ka bërë ilaç. E ka bërë çuditshme atë. I lartësuar është Zoti, i cili ka kriju krejt smundjet. Dhe në anën tjetër, për krejt smundjet, pa asë një përjashtim, ka ilaç. E vetmja smundje kushtimisht, që nuk ka ilaç është pleshnia dhe vdekja. Vdekja nuk ka ilaç. Dhe këto me hadithe krejt. Krejt ilaçet e të gjitha smundjeve natyrë janë. Natyrë janë. Natyrë janë. Ose drejt për së drejti, ose dohet kombinim dhe përpunimi i elementeve që gjenden në natyrë. E që këtë pasaj është fushë e shkencës së farmacisë. Sa qajnat, sa lullet, sa gjethet. I përdorin njerëzit për smundje të ndryshme, për kurim, për mjekim, për metabolizëm, për la ilaha illallah, për imunitet, për forcimin e shqisës të ndëgjuarit, të pamurit, në hatjese, për rëpërtin e likurës, rutin e likurës, këtë natyri ki. Por nuk e lodhë kërit insani shumë. Këtë natyri ki. Sat shkenca nga ana e vetë, po njerëzit me provoj nga ana tjetër, dhe që miksi popullore, kur lodhen, preokupohen, mundohen, përpiqen, dhe zbulojnë këtë sene, neve na duka që të dëshme. Po këtu e në kanë, la ilaha illallah. Për shambull, qaj kamomil. Kamomil. Që të në Shqip? Qaj kamomil njona. Jo, nana është mend. Kamomil në duke Shqip e dhe në po? Qaj kamomil. Po në arrit qaj kamomil. Po kur se kemi nuk qajnë kamomil me përdor për qaj. Ke përdor qajnë e blinit. Në Shqipni qajnë e malit. Ka pak qajnë e kaqave. Këtë më rizit. Por, jo qaj kamomil. Mente, për mene nana, mente. Veni jem këma tjone. Sot të dush, sa me këtër ka. Mente. Ankor këmë su menten, nana, e këmë su këmë shku në Arabi. Dhe kërë mërë këmë su të në këmë pa me arum, thash për njëjtë e kuka. Në arat mija, la, plet arat e mija, plet kullosa, plet livadet. Plet livadhet. Unë që të më rrit. Dhe kështë më ra. I më shirë shumë Zoti. Allahu në gjda sen ka kriju qudira. I zbëllën robi ligjit e Zotit. Pra s'ka smundje, nuk kam një absolute. Smundje që nuk ka ilaç. Nëse dënë Allahu me godit, nëse godet ilaçi, smundjen dënë Allahu shërohet. Nuk dënë, nuk shërohet. Amu ilaç ka. Pa, pejtyne, habet e sevda fara aziz. Vazhdojmë tutje me telefonatën e radhës. Alo, selamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për juve. Jam një motër muslimane. Elhamdulillah be Zotit falet 5 kohë namaz. Jam e martuar dhe kam 3 fëmijë. Edhe
Qysh në moshën e hershme, ja kom nis fëmijëve, ja kom mësu duh për namaz. Tash fëmija në dhaj i kam 15 vjetë. Djali i madh i fal 5 kohë namaz, alhamdulillah. Qika ka fal sabah akşam, tash fal edhe i kindin. E djali i vogël, që i ka 12 vjetë, e fal veç akşamin. Desha me pyet hoxhën, a jam mirë të mësu gradualisht kadale apo është mosha ku duhet mi fal këtë 5 kohë namaz? Janë shkolle, janë kurse, edhe apo nuk po du, nashta ashtu për një qysh me thonë, mja u bon shumë bajat atin mi u bërtite, mi thonë fali kështu a kështu abden, amo gradualisht po munduhem me shtim namaz, kështu komplet. Edhe kam një pyetje tjetër për hoxhën, jam infermiere me profesion, vendin ku jetoj në komunë e vogël edhe nuk po kam punë me punu. Po jam e detyruar një orë larg me shku me punu. Edhe po mbjen 10 orë maksimumi me konon larg shtëpisë. Po mbrengos mas shumë të namazi që po m'hup, po do kur po vim mbrëmi, po jam tepër e latë, edhe po i fali vetëm fartet kaza. Edhe Pse po t'hup kjo po namazi, mbrengos pse? shumë. Urna? Pse po t'hup namazi? Atje nuk po kam ku me fal. E me fal kaza, po m'duket që nuk po muj me fal kod sajna, kod vet, po mbrengos. 4 orë, që është me thonë me part-time, një 4 orë me gjysë orare punë nuk po moj gjej. Edhe kështu që kësha pas një qef një këshirë për i teje, nështë ma mirë me la punën me përkushtu fejës, unë e kam, që është me thonë, shumë frikë nështë që miki namazet me ku, që s'moj tani ndodhen gjatë natës, s'moj fali namaz natë, edhe kështu. Alhamdulillah, për zotit nuk është e mvarë në familja e për soj rroge. Njëri ka kushtet burri, kështu po veç më mbrengus që kje fakt. Do të mëni pas pak përgjigjen, ju përshëndesim, selam aleikum. Shumë faleminderit, faleminderit. Allah i trujt, të rujt atë e vlad, të rujt edhe burrin, e familjen krejt. Na vahallal për po mduket që pak edhe thmini ke lanë mrap edhe vetë. Sa tha thmija 12 vjetë e tjetë me modë 12. Sa tha kuj madhe falë ka pak në i sabat. Kuj edhe 4 vakte tjera. Leti ka pak për ranaj. Nuk i ranë në thmin me falë 5 vakte në ditje. Thmija 12 vjetë që 5 vjetë është dashtë me shti fëmin tënë me falë 5 vakte në ditje. Fëmiju këtë i bën 7 vjetë, dohet me urdhëru me falë namaz. Muru avladekum bis salati wa hum abna o 7. Urdhërani fëmijët tuaj të falin namaz kur t'i plotësojnë, kur t'i mbushin, kur t'i kanë 7 vite, kur t'i bëjnë 7 vite. Hadithi ku në për drejtohet? Prindërve. Për kanë për avlad. Nuk mund është me qenë me mëshirshëm për fëmijën tënë se sa Zoti. Ne mos të harrojmë se mëshira jonë ndaj fëmijët tonë shumë herë, jo gjithherë, shumë herë, e dëmton fëmijën tonë. Dhe shumë nana dhe baballar në emën të rahmetit, thojzat të mëshirës, e butësisë, ndaj fëmijët të tyre i marrin qafë fëmijët e tyne. I marrin qafë fëmijët e tyne. I lojnë pasiv. Shkën qika, bot qika, më martu, më shku të burri, edhe gjën i djallë, ana i djallë ta gjën qiken tane, ata që mësitin, edhe ajo është 2 vë nuk dhe me thy, nuk dhe me thy 2 vë, jo e qëtë shumë kryp, jo e le pa kryp. Sepse kur një jetë nuk e kënë alë qiken, me thonë pa e bjo, pa e këto, ka vetë halusin. Pa e nanës ndihmoj të qesëm këtë pite bashkë, ka përfshisim fshia tje, bënë këto. Cili roli nanës? Cili është roli nanës ndaj vajzës të vetë? Fillimin e kreu, e qitin këtë dynja, i dha gji, me la, me shpërla, dhe sa bojë zoja vete, po tani mo është që atë nuk përfundon rolin nanës ndaj vajzës.
Roli nanës të e vajzës deri ta qetë në kërë, në fest huj për fest huj. Drejt për së drejti, e pastaj vazhdon rolin nanës në mënyrë indirekte sa tjetë gjallë. Roli babës në fëmijët. I qena fëmina për kurse, e tha motra që ashtu është. Na dhimin ju aprish gjumin, e ty tjerë. E bën menë se nesër i bën 15-17 është në periudhën e adoleshencës, nuk ka kush që është ti më falë namaz. E bën menë. Ama në këthënë në herë kohën më rapa me thonë, të janisit ishtë ti më falë se pëm, jo, të ka ikë. Allah i ka ndorë me deshtë të drejtanë, por ti ke lanë mangu. Namazë kjo, oj motër, kjo namaz, si për fëmi, si për veti. Namaz, muslimani, çdo send, gjatë ditës, vitit dhe jetës, e lidh me din, e lidh me namaz, e lidh me halal dhe me haram, punën, nejen, e muhabetin, e shoqërinë, miqësinë, martesën, shitblerjen, e lidh me din, i lidh me din robi. Për ata, sa do me të dhanë rrugën e madhe, të smonesh me shkue në një vend ku janë kazinët natës e veç alkoholje, ku ta dione, nuk më në shkan të atë. Jo që nuk t'i ka në paret, jo që nuk ke nevoj për pare, por thua të me shkune, se kurse peshes dinin, me dhanë dinin për balë një grusht pareve, nuk më i bëj ato. Je po këto rrugë madhë dikon e vogël, letjet e vogël, sad e vogël, por me rujt dinin për mua shumë më mirë, se sa me pas shumë pare me dëpsu dinin, me rreziku dinin. The namazin nuk me falë, pse se në falë? Pse se në falë? Në ku je, plet motra ka, sa të dush infermierët e cilat të falë namazin farz. Pa ko shpirtin dorë s'ta ka. Ko shpirtin dorë ty bën ta ka, pas ati shta ka dhanë. Farzin 2 minuta bën me falë, 2 minuta, veç 2. Merr abdes të shtëpia, shkon me abdes 2 minuta. Kanë dynjat se pengon. Ndërtesat të spitalit, ose në ballant, ose ndo një dhumë ku e zbrast, ose thune far motra sa të ne far punëtore, pastruse, bërë mi më falë që të ndhume që kja të far elementet e pastrimit, ose të kuzhinës, ose gjonë vemra kur ditë dënë njëri kur e ka për i me. Gjanë robi, gjanë, herë gotë pa uzës për shtatët namazje, gjanë. Sahi është një prokopim i robit, është prokopim gjithmonë. Nisëm për rrugë, me bo plan kë falu namazin. Nisëm për rrugë, me bo men kë falu namazin. Shkanë në punë, bë men kë falu namazin. Ditë gjumaj kë falu gjuman. E ke një barë me vete. Ama mos harra se ti pëthu veti musliman. Dhe te je nisë për gjenet. Dhe se kjo është rruga gjenetit. Ta e nisë për gjenet. Rruga gjenet është kjo. Namazin nuk ba me la. Namazin nuk ba me la. Sigur se këta uj këtu. Për trup të 100 justifikime për për që mi adhan mjekut, se s'ma kanë, së më pihet, ma mirë me pi qajnë, po pi langje, po pi, vësat a bën shkurt, se s'kam kohë me të ngu. Krejt në toke që të qëtë. Uj, zëtë një, uj, që ka kryu zote. Uj, ta, pe i fillimi dynjas. Uj edhe kaq. Edhe mbëllë, nuk kemë të jam justifikua, për nga ana shkencore, nësëm filozofa këto, uj me pi edhe kaq. Tani tjerat. E ndin pa namaz nuk ka. Kështu që përpiqem falë namazin, je përpiqem po mësele pa falë.
edhe fëmin motër me shtimin falë namazin, Allahu të rujtë. Ka drejt telefonatën e radhës, salam. Selam aleikum. Aleikum selam. E kam në pyetje të hoxhën nderuar. Po vetëm na lëzoni në radios ose televizorit dhe komuniko vetëm përmes telefonit. Po, e kam një vëlla 72 vjet i ka, ama që është 25 vjet pe alkool. Të 20 i foli për ditë, unë i fali 5 vakte namaz, edhe një për çka i kam ka 9 vjet fali namaz, edhe Kur'an lexon, ai vëllavi nuk largohet për pjesë, e unë i kam thonë kështu. Me bo me vdekti, i kam thonë as hoxh nuk thili as kozo, a i kam në gjina, a jo. Nëse nuk shkoj vërrejt. Që të fjallë ja kam thonë. Do të merrni përgjigjen pas pak, ju faleminderit për telefonatën. Është radha për të ndjekur një blog marketingu dhe pastaj për të vazhduar tutje, qëndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe përfasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të emisionit Ta njohim të vërtetën dhe pyetja e shikuesit ishte se ka një vëlla të moshës 72 vjeçare dhe ka mbi 25 vite që pin alkool. Thotë po këshilloj po s'po kupton dhe i kam thonë që nëse vdes këtë gjendje nuk ka më thirr hoxhën pra në dik ose sa fali xhenazën, kështu tha. Të mire ki që ashtë të thuj, por në vetë tënde, në vetdijen tënde, nëse e vdes para teje, dhe ai nuk e mohon ditën e kiametit, nuk e mohon Allahun, nuk e mohon pejgamberin, nuk e mohon Kur'anin, e pranon se alkoholi është haram, sepse nëse bën alkoholin halal del për feje, e pranon që është haram, por e pen, kë nuk o qafer, nuk o jo besimtar. Andaj këtina do të mja thirë hoxhën, dohet mja la gjenazën, mja fal gjenazën, dhe me varros në varrezat muslimanve. Sepse është musliman, për musliman gjëna qarë. Kështu që ti frikësej, thuj që ashtu vazhdo me thonë, ama në vetdijen tanë do të me pas parasysh, që do të mja kryt ceremonit vetare. Allah e drejtoft të zot, ja Rabbi. Në kadrën telefonatën e radhës, selamu alaikum. Selamu alaikum, një motër nga Zvicra. Po, Ju përshëndes juve në studio dhe hoxhën e nderuar. Kisha pas një 2 pyetje për hoxhën. po, E para pyetje është, baba më ka vdekur sot një muj, para një mujve, në muajt Ramazanit, dhe ditën e fundit. E kam të ndëgjume, po nuk jam e sigurt nëse vdes dhe më thonë njeriu prej dhimbje barkut ose zjarit ose ujit, a ka diçka dallim? Edhe pyetja e dytë është, shka mujna për, do më thonë tash për prindin tem të vdekur, cilat janë ato lutjet ose ato duat ma të shpeshta që mujna sa ma shumë me bo për prindin e vdekur. Si fëmijë, do më thonë cila kish me qenë ajo duaja, ajo lutja ma e mira. faleminderit, ju përshëndesim, selamu alaikum. Allah pas më shëru, babën tënë dhe të gjithë baballarë që kanë dekë me besim në Zotin, me iman. Allah e pas më shëru të gjithë, në më shëroftë edhe neve, kër dhvije koha me dekë. Ja, po është hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ato që cekin motra, ai që vdes për zjarrit, ai që vdes në shembje të objektit, në gërmava, ai që mbytet në ujë, gruaja gjatë lehonis, gjatë lindjes,
ai që vdes për dhimbjeve të barkut, ai që vdes për taunit. Tauni në smundje mortaja, sa farë smundje që mundet të futen në që të dhimbje të barkut, mundet më fut që atë mundet me ka të ndane. Këjta kanë dërejgjën e shahidit. Ndoshtë Allahu, gjithmonë. Dërejgjët shahidit, i fundosër në ujë, nuk dhja të cekë ma ja, po i fundosër në saj që mytët në ujë. A që digjet me zjarë, cekëm, a që digjet me zjarë, o dhe billah, aruna zatë. Këta kanë dërejgjën e shahidit, por jo domosdoshmërisht. Por ne shpresojmë që këtyre njerëzve shpresojmë që ketë ardhë fundi mirë. Minimum e spasrim për ta, për gjënat e tyre dhe ngritjen drejgjët e Zotit. Edhe e lusim Allahun që ta ngrit në drejgjën e shahidit. Nga se shahidet, se që kanë thonë ulemat janë dy lloje. Shahid të dynjas dhe të ahiretit, dhe shahid vetëm të ahiretit për jo të dynjas. Shahid e dynjas dhe të ahiretit janë ata shahid të cilët vritën në luftë dhe kaq. Janë ata njerëz të cilët vritën në luftë dhe që të përfundan. Ata që vritën luftë, ata janë shahid të dynjas dhe shahid të ahiretit. Ndërsa ata që nuk vritën luftë, sikurse këto lloje që ku më herët, vdesin për ndonjë shkaku nga shkaqet e lartë përmendura, këta nuk janë shahid të dynjas, por janë vetëm shahid të ahiretit. E çfarë dallimi ka shahid lloka i dynjas me atë të ahiretit? Ka dallim, sepse kur themi shahid të dynjas, ne e akrym, nuk ne e varrosim atë më ndryshe për njerëzit e tjerë. Shahid të dynjas që vritën të luftë, nuk e lojmë gjanazën. E tek në Kosovë, ku na kanë vdekur tanë gjatë luftës, nuk i kanë la. Dykun ndoshta se kanë ditë, dykun s'kan pas kohë, dykun rrethana, por në përgjithësi njerëzit e kanë këtë vetëdije, po edhe për cilë njënit tjetërit, ata që vdesin luftë, që vriten në luftë për armikut, nuk pastrohet gjanazja atyne. A kështu kanë vepruar, se kanë pastru. Nuk ju hjeken teshat e trupit. Për pas, Hanefit kanë thane se kanë do një farë polerina që e thojnë që farë ka se gjybe si polerinë, se mantel të madhë që e ka në përdimën e gjaketën, që ato ja hjek, për tisha tjera ja len, që edhe me ato me shtis ka dert. Nuk e lan, nuk ja gjvesh tishat, nuk ja fqel me qefen heq. Edhe nuk ja falë gjenazën të këshom ulema. A nëpse të këne Hanefit ne e falëm gjenazën. Këto janë dispozitat e shahideve të dynjas. Ndërsa na heret ata janë nalt të Zotit. Këta të tjerë janë shahide vetëm të ahiretit, jo të dynjas. Pro na heret kanë drejgjet e Zotit, por në dynja janë sigur se njerëz të tjerë trajtohen. Pyetja tjetër motër, sa po se të cilëm se të lutemi motër, lutë Allahun për prindin tënë, me thellësinë e zemrës e shpirtit, me mëshiru Allahu babën tënë, lutë ka të cilësh. Natyrisht një dhe namaz lutemi për prind, Rabbena atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbena ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot falë mua,
falje prindrit e mi, edhe falje të gjithë besimtarët, ditën kur të bëhet kiameti. Pra neve që lutemi për prindët tonë çdo namaz, po edhe lutë para namazit, pas namazit, jep sadak për te, kështu me radhë inshallah Zoti ka mëshiru. Tutje me emisionin, kemi telefonatën tjetër, e cila po na pret në linjë, inkuadrojmë ala. Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe ishta një pyetje për hoxhën, nëse kish mujt pak ma hollësisht me na mësu qysh mi eduku fëmin për kafeja, diçka ma që ndikon shumë shpejt, ma të veçantë. Sa e ke fëmijën e A vëllai? mjafton vetëm urna? Sa e ke fëmijën e vëllai? E kom djalin 11 vjet, Mashallah. po ai ka që 3 vjet agjeron Ramazanin harë, alhamdulillah, qiken e kom 9 vjet, Ramazani por kom si vjet që ka agjeru komplet. Unë jam e mbulume, alhamdulillah, për Allahut, jam namazlike, këta që ku mësu shkronja të Kur'anit, lexoj edhe Kur'an arabisht, nështë mjaftën që jam shembull i tyne, se këta po më shohin mu. Po më do këtë për qatat edhe këta, djali falë edhe namazin, që 2 vjet, E po qika, ka diçka ma shumë, unë nuk kam të tregu drejt, hoqë i kam këtë ato fëmijë. qika falë Nuk kam qika. shumë ku. Jo, alo. Pse e ke mësu më falë qiken? Po, falet ka njerë me mu, po 5 vakte të halo ju. Do të mëni pas pak përgjigjen, Edhe përshëndesim. një pyetje, Po. Po. Mbrëmje, tash presja kom nis me lexu Kur'anin, kur të qysh po më kap ka një herë ka një huj me lexu, po fëmijë shumë, punë derisa po kryhen, po bona nervoz, po i vërtas sa fëmijëve, po i qoj me flet, qështu me nervoz, a jem të bo gabim, se një anë, nështë po bëj mirë, se po kom qef me lexu për në anën tjetër, më më këshillu pak. Në rregull, do të merrni përgjigjen. Selam aleikum. Allah i shpëtesë. Allah i trujtë, mërë, Allah i trujtë. Kjo është sen i mirë, shumë, sen i mirë është që përmallosh me lexu Kur'an. Është alamet i mirë, shumë i mirë. Kjo është për lakmi. Inshallah të vazhdon kështu. Njeriu me dasht librin e Zotit. Është alamet i imanit. Me dasht librin e Allahut. Me të marrë mallë me lexu Kur'an. Është alamet i imanit, alamet i imanit. Allah ta forcoft të ta shtoft imanin. E fëmijë që qenë me flajt, mirë ja bën, po jam i vërtit, ka pak, herma shumë, herma pak, nanje. E punë e edukimit fëmijëve, pyetje shumë e rëndësi motër edhe kjo do një legjerat, po shkollë, me eduku fëmijë në shkollë dohet. Ama do sa në robi i din, apo nëse nuk e dini mësën, thjeshta. Për shambull, fëmija 9 vjetë, 10-11, nuk falë namaz. Pse se shti me falë namaz? Pse se ke mësu? Mësu me falë namaz? Namaz. Me lidhë fëmijën me Zotin. Çdo send me lidhë me Allahun. Çdo send. Me mishru fëmijën nga vazhlia. Me mishru. Me din. Mi jam mbjell, ja kultivu vlerat etike, po krejt duke janë veshë petkën e fesë. Petkën e fesë. Për shambull, i gra shkollës, së shumë se vap, me i konflikteve, së gjëna më hungër me njerës me shokë, bës më kap me ta, me përshëndet ta njerëzit, sepse sadak, nëse ti ki e një shok i ytin klasë nuk ka dhe shet që nuk përkaj, jepja një pjesë tanën, qoftë të gjysën e bukës, ka fshatës jepja. Nëse të bërtet që është maj vjetër migja, ku di unë fjallë më se këthe bërë.
A din sa ka fjala e nanës që është depërton të fëmijë, o zoti jam. E që dishme kjo punë është. Kjo punë veç punë hyjnore qiellore. Që Zoti ka krijuar në këtë formë nanën edhe beben, fëmijën, djalë vajzë. Ku veç gjestet e nanës janë mesazhe qartë për fëmijën. Bosqeshja e nanës, apo mrorat e nanës janë mesazhe qartë për fëmijën. Dhe ndikojnë në psikologjinë e tina. Kur nëse nuk e bërtet një nanë fëmijëve, kur nëse nuk e rrej, por e qyrë mrëlt, sepse është mrëlt me babën e tyna ja, me të nuk është razi, ose vetë ka natyrë që është mrëlt, ose lodhët po nuk ka punë shumë. Fëmiju, që ka men, qatë pamjet mrëlt, që të menaj. Qaja i del për para fëmijut, edhe mas 20, edhe mas 20 viteve. Këtë kujtohet nona vetë, thëtë e mire ka nona jem, se së më thëtë e keqe, kërkush nuk thëtë, por e rana kanë. Mrëlt në qëke. Nuk në bësë qesh ka nona. Fëmiju është i qëtë shumë. Aftësit e fëmijut për me kap sjelljet, gjestet e nanës janë të çuditshme. Zotën shkencëtarisht është e vërtetuar që fëmiju jo vetëm pasi të del në këtë dynjë, po edhe brenda mos e thosh, edhe brenda sot jetë në bart nanës, emocionet e nanës, nervoza, disponimi, gëzimi, hidhrimi, të qeshurit, të qajturit, kanë ndikim në embrion. Sa është brenda, se lërëm e sa është jashtë. Kështu që edukata ndaj fëmijëve është mesele e madhe. Dhe për me theshtu këtë punë, e që dikuj mund të duket pak e tepërt, por le të duket, është të drejtit i me mendu, së është drejt e eme që është mendu unë, që është shafë. Gruaja nuk ka punë më të madhe, më të mirë, më të ndershme, më fesnike, më të frytshme, se sa mi eduku fëmijët e vetë, mi bën nesër, se dhe fëmijë me kanë nga një ymmet në beti. Se dhe fëmijë me kanë gjende me bajt çfarë dhe përgjegjësie që i ngarkohet atina, nga sa është edukuar në një shkollë me një mësues apo një pedagoge e cila ka dhënë bazat e themelin e fortë, e cili ka me i përcjell rrezet atij themeli asaj shkolle, ka me i përcjell fëmijët e mi shoqëruar deri në varr. Nuk ka punë më të madhe. Andaj është mirë shumë, elhamdulillah, unë bën mendje mirë, kur ndëgjej këto nana të cilat bëjnë që mas për me eduku fëmijët e vetë, përkundër disa nanave të cilat janë peshmane që i kanë lindur, edhe hala pa i do pe gjini me mujt i qojnë qirë dhe i hekin krejt. Pse? Se pjatësenojnë lirin nanës. Pjatësenojnë lirin. E që në kuptana e nanë nuk është për fëmija, e për vetja. Aja nuk ka për fëmijë. Ja, aja është për vetë vetën e vetë, edhe kaqë. Allah e drejtoft. Po. Kemi telefonatën. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Aleikum salam. Kam një dy pyetje për hoxhën nëse ka mundësi. Kur në ne? Pyetja nr. 1 është, në qoftë se për shembull shumë na gjithë kemi ra prej fshatit në qytet. Edhe kur des njëri në qytet pe ja fal me gjenazën, edhe kur përçojmë katun atje, katunart po na presin 70 vet, 100 vet, por imami i fshatit po thot jo, s'ban me fal dy herë gjenazën. A ban me fal dy herë gjenazën, pyetja nr. 1. Pyetja nr. 2 është,
personal për hoxhën se më fle zemrat e hoxha, kur merr pjesë në urrim, tekbirin fillestar, kur e fal namazin e xhenazës, a e kënon Fatihan, elhamin, apo subhaneken me shtesën gjenethanauk? Që to ishin debitet e mia. Në rregull, faleminderit, ju përshëndesim. Selamun alaikum. Selam aleikum. Allah të rujtë Allah. Aleikum selam. Wa rahmetullahi wa barakatuh. Sa përket namazit e gjenazës, a lejohet më falë 2 herë, a bën më mirë me thonë më falë 2 herë, apo vetëm 1 herë, këto ulemat kanë divergjenca, mos pajtime mes tyne. Tamam. Tek ne Hanefit, namazë e gjenazë falet 1 herë. Edhe kaq. 1 herë falet. Nuk ka nevojë me falë 2 herë, 20 herë, 3 herë, 5 herë. Por, nëse vazhdojnë me falë njerëzit, nome nuk bëhet. Në veçanti kur ka ulemat e selefve që kanë vepruar ashtu, që është edhe mendimi e Shafive, Imam Shafiut dhe Ahmedin transmetim. Unë se praktikaj ashtu, por nëse bëjmë, më si pengon njerëzit. Sepse në meselet fikut, rreth të cilave ka divergjenca, ti mundesh me ngullë kam mendimin tënë, por jo me liftu mendimet e tjera. Se për shembull, të meselja dytë, thot, namazën e gjenazës mund pyet, çka kënon mas tekbirit fillestar. Kënej subhaneken pa gjelle thanauke. Ku e morë këtë gjelle thanauke? Ka e morë nga? Këtë. Ka e morë? Kjo është mja pëshilë gjemat me përzi. A dhe këta, kur t'ju thojnë gjematit, gjemat, bënë njetë, namazin e gjenazës, për burës e për gru, dhe mas të gërit fillestar, në një fatihan, duke ashtuar, në fund, para jetët fundit, o gjellë thanauke, o lale garoke, kjo mja pëshilë krejt. Kjo është mja pëshilë krejt. Dhe që mja pëshilë, mus ma pëshilë dhe ty, pa ty që në si fillestar ty, dhe të kalë marve sendin një. Qka bane gëzua, ba me di qka bane ti. Ti veç kalëzohet diqka, pa qa kalëzohet as vetë zdin, as kush në dynjot nuk din. Në fakt e di qa ka thonë, pa tjerë se di. Pse pëllu diqka me letit, qka veç pja pështjel, dhe në ndë kë morë këte, që të shtes, o gjelle, thena, oke, o la ila garuke, kë morë? Ka morë këtë. Po qapës gatë, nuk ka dua fix që veç atë ka këndu pejgamberi dhe kaq në namazin e gjenazës. Ma gjithë Hanefit vetë nuk kanë sjellë dua fikse veç të edhe kaq. Ata kanë sjellë subhaneke si shembull, sepse kanë thonë mas tekbirit fillestar Allahu lavdrohet, madhrohet. Po bërë me thonë subhanak Allahumma bihamdike wa tabarak esmuke wa ta'ala jadduke wa la ilaha gajruke, Allahu akbar, tani Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik, Allahu akbar, edhe me kënu duhanët të vdekurit. Allahu akbar, tekbirën e 4, selam të djatë, selam të majtë, dhe namazin asë falë. Unë e kënej subhaneken, Fatihan nuk e kënej. Sepse mund përshë në zemër, se kjo është, këta kanë ma mirë. Hanefit edhe Malikit, të dyjat, thonë se nuk ka argument që pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallame, kër e ka fa namazën gjenazës, ka kënu Fatihan. Bile Imam Maliku e ka hadithin e Buhorerës, që transmeton vetë për Maliku të tjerë, i cili Buhorera thot, a dëni të afali namazën e gjenazës, si që falë shumë,
me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe janë nisë lavdëron Allahun, por nuk e përmend Fatihan. Argumentin më të fortë kanë gjurmën e Ibn Abbasit në Bukhari, i cili ka kënu Fatihan dhe thot qara'tuha li ta'lamu annaha sunnah. E kam lexuar, u lexova Fatihan për ta kuptuar jo se është sunnet. Ajni e Hanefive thot, po të kishte Imam Bukhariu, fakti që Imam Bukhariu nuk ka gjetë argument tjetër për pas kësaj gjurme, e cila në terminologjinë e hadith quhet muallaq. Këtë gjurmë të Ibn Abbasit, fakti që nuk ka gjetë tjetër për kësaj na më kuptuar që nuk ka argumente tjera. Nejse, më së gjasëm, këtë mesele në kam, më ka ra kjo mesele mu bukur gjatë në qanti në temën e doktoraturës. Më ka ra me shletu shumë, me lezu, që kom gjithë, në rrëth sajna, dhe kem kam përshunë zemër edhe në kështu vepre dhe së dhe kësaj dite. Të hoqë, falenderoj që ishe pjesë e këtij misioni dhe sonte. Të nderuar shikues, repriza siç e dini pranërët e ri televizion është në orën 12, mëngjesisht e ndiqni në rrjetet sociale Dr. Shevçet Krasniqi, po ashtu e keni dhe aplikacionin që mund ta shkarkoni në telefonet tuaj të mençur, pra në Samsung dhe në iPhone, duke kërkuar Dr. Shevçet Krasniqi. Selam aleikum dhe natën e mirë.